Skema e trafikimit të lëndëve narkotike përmes postës nga Shtetet e Bashkuara në Shqipëri është goditur sërish nga policia e shtetit. Një 28 vjeçar nga Fieri u arrestua në flagrancë në një deg postare, teksa merrte një pako me 135 gram kanabis sativa me përqindje të lartë THC, e destinuar për shitje në tregun shqiptar. Gjatë kontrollit, atij u sekuestruan edhe 3 celular që dyshohet se përdoreshin për veprimtari kriminale. Ky arrestim është pjesë e një serie operacionesh të fundit që kanë zbuluar një trend në rritje të trafikimit të drogës përmes shërbimeve postare nga SBA në Shqipëri. Në operacionin Dërgesa 1, një 32 vjeçar u kap në Elbasan duke marrë 2 pako me rreth 4 kg kanabis sativa me përqindje të lartë THC. Në operacionin Dërgesa 2, një 21 vjeçar u shpall në kërkim pasi dyshohet se do të merrte një pako me rreth 3.7 kg kanabis në një deg postare në Vor. Në një tjetër rast, një 23 vjeçar italian u arrestua në Tiranë teksa merrte një pako me rreth 475 gram kanabis dhe gjatë kontrollit në banesën e tij u gjetën edhe 442 gram të tjera të së njëjtës lëndë, së bashku me një shumë të konsiderueshme parash dhe 7 celular. Në operacionin Atlanta, një 27 vjeçar u arrestua në Tiranë pasi kishte ardhur një pako nga SBA me 1.6 kg kanabis të fshehur në kuti kartoni dhe qese plastike, ndërsa bashkëpunëtori i tij 21 vjeçar u shpall në kërkim. Në operacionin Chicago, 2 të rinj u arrestuan dhe një tjetër u shpall në kërkim në Tiranë, pasi trafikonin 5 kg kanabis nga SBA në Shqipëri përmes shërbimit postar, u sekuestruan gjithashtu 8.000 euro dhe 5 celular. Policia e shtetit në bashkëpunim me Prokurorinë e Tiranës dhe agjencitë e tjera ligjzbatuese po vijon hetimet për të identifikuar dhe ndaluar të gjithë personat e përfshirë në këto skema trafiku, si edhe për të parandaluar përdorimin e shërbimeve postare për qëllime kriminale.